Ke qef një grua peshore, ja çfarë duhet të dish për të. Astrologjia na ndihmon të kuptojmë më mirë veten dhe njerëzit që duam, takojmë ose me cilët jemi kokëkëm të dashuruar. Të pëlqen një grua e shenjës së peshores? Normal që po. Gratë e peshores janë ndoshta ndër më të mirat e gjithë zodiakut. Ato kanë një qasje të veçantë ndaj jetës, e cila shkon përtej pritshmërive. Gratë e peshores mund të mos të kuptojnë plotësisht, por sinqerisht nuk ka nevojë ta bëjnë këtë. Me kalimin e kohës ato zhvillohen dhe përshtaten, duke krijuar harmoni dhe duke u lidhur më shumë me ty. Ato kërkojnë paqe dhe balancë, si brenda vetes, ashtu edhe në marrëdhëniet e tyre. Të sunduara nga planeti Afrodit, gratë e peshores janë burim bukurie dhe kënaqësie. Energjia e tyre është magjepsëse, edhe kur janë të ngatruar apo të pavendosur ato mbajnë veten me krenari. Si një shenjë ajri, joshja e një gruaje të shenjës së peshores shfaqet përmes shprehive të lehta. Të jesh i dashuruar nga një peshore është si të jesh i bekuar nga perëndesha e dashurisë dhe bukurisë, urime që je i preferuar i saj. Karakteristikat më të mira të një gruaje të peshores. Tipari më i mirë i një gruaje të peshores është kujdesi që tregon në gjithçka që bën. Peshorja njihet për shijet e saj dhe dashurinë për modën, prandaj mund të presësh që ajo të tërhiqet natyrshëm drejt estetikës dhe bukurisë. Ajo gjithmonë është në kërkim të mënyrave të reja për të eksperimentuar me stilin, qoftë përmes grimit apo kombinimeve të reja të veshjeve, apo arredimit të shtëpisë. Frymëzimi i saj vjen nga aftësia për të imagjinuar dhe vizualizuar mundësitë e pafundme të stilit. Megjithatë, kur ajo nuk ndjen dëshirën për të sofistikuar, mos prit shumë prej saj. Të gjithë kemi ditët tona të këqija dhe një grua e peshores nuk bën përjashtim. Në raste të tilla, ajo mund të zgjedhë veshje komode si pantallona të gjera apo veshje sportive. Nuk është se ajo do të duket dembele, por thjesht ndonjëherë preferon të bëjë më pak, duke treguar se edhe thjeshtësia ka vlerë. Nga ana tjetër, kur del për të bërë një paraqitje publike, ajo shkëlqen si një yll. Grimi, veshjet dhe aksesorët krijojnë një performancë të vërtetë. Ajo di si të tërheqë vëmendjen edhe kur dëshiron, ka një efekt Marilyn Monroe që të lë pa fjalë, duke qenë gjithmonë e rafinuar dhe veçantë. Ajo di si të jetë kryefjala e çdo ambienti. Tiparet negative të një gruaje të peshores. Llogaridhënia, pranimi i gabimeve dhe përfat të keq. Përpikmëria janë ndër pikat më të dobta të një gruaje peshore. Asgjë personale ndaj me gratë peshore, por kjo duhet thënë, secili prej nesh ka mangësitë e veta dhe kjo është pjesë e asaj që na bën njerëz. Ajo mund të mos jetë gjithmonë e besueshme, por një grua e peshores që ka punuar shumë e veten, do të sillet gjithmonë me qetësi. Edhe në rastet kur ajo gabon, është e prirur të trajtojë veten dhe të tjerët me mirësi dhe durim. Për t'u përmirësuar, gratë e peshores mund të përfitojnë nga zhvillimi i një ndjenje më të fortë të llogaridhënies, përpikmërisë dhe ekuilibrit mes përgjegjësive dhe kufive që duan vendosin. Ato duhet të shmangin tendencën për të mbërthyer në të shkuarën dhe kujtimet dhe në vend të kësaj të fokusohen në krijimin e planeve të qarta për të ardhmen.